Problemi është që vendin e ki në listën numër 1 me fukarallak në Evropë, kolegë dashtën me GDP. Po, kush e ka pru? E ti, Albini ka fajt. Shiko, unë një shumë kryeministra nëse do t'i listoj, që për 4 vjet e kanë morë Nobelin, edhe kanë bon mrekulli në vendet e tyne, edhe në ekonomi. Mere, lexo diçka për Malajzin, për shembull, edhe atë e flasëm. Për 4 vjet mundet mu bon mrekulli, zoti Goshi, nëse ti e do në adhërën tonë. Po këta kita adhërën nuk e kanë shumë me sinceritet, këto e kanë veç me mu bo kryeministër, po me ati kanë këtë kun, ti e ditë shumë mirë. Gash, Matoshi ka parimore, thot mos bëhet një qeveri një vjeç, bëhet një qeveri e fuqishme që sill zhvillim. Po çdo ka pas parimore edhe për javës 2 për qeverinë e Kurti 2. Bike çdo 2 javë. As po i bie që dëshira dhe ytja është që të qeveri e fortë zhvillim. Zoti Goshi, thuma vetëm një rast kur unë kum thonë që ro qeveria 2, Kurti 2. Vetëm një rast thuma. Ti gjoj. Prandaj zoti Goshi me respekt, gjoj argumentet edhe mos fillo. Shumë parakoshme. Shumë dëshirore, e kuptoj pse dëshirore, shumë e parakoshme me luj Sehribazin edhe me di çka ka mendodh ku të vjen vakti i gjetjes së presidentit. Jo më logjika na këtu jemi me bo analizë. Jo me luj Sehribazin, Sehribazi je ti. Që vazhdimisht me Sehire ke folë në studio. Mos ban logjika sepse në politik si arti së mundshmës. Do më thonë ajo me thonë logjikën. Okej, e kuptova. Ajo natyrisht që po. Nuk është në fakt blerimi Sehirbaz, po është sufi. Natyrisht. Edhe me gjithë që gjatë marë, që s'ka marë mu konë përfasusi i komuniteteve, edhe pesho se këtë tim shumë rëndësishme dhe sot, ka shumë në diskursin publik, në rrjetet sociale, është një keqe, desha ta nëzirin e pa, ta shfrytëzoj politikon, ta mirë shfrytëzoj politikon, si zakonisht, si hapsin, edhe të ftoj edhe shikustët dhe të tjerët, që mos ta keq kuptojnë se po ka keq kuptime, po ka ofendime, po ka linçime, pat edhe ndaj Duda Balës. Na duhet me kuptu që problemet që si kem na, mund t'i kenë komunitetet jo pakis, jo sërbën e Kosovë, ku mund t'in edhe komuniteti egyptian, bosniak, turk, rom, ashkali dhe goran.